Sot ishim në ndërim të Kushtetutës së Kaçanikut në 31 vjetorin, ku prezent ishin një pjesë të tyre që akoma vazhdojnë të jetojnë edhe pse në moshë tyr. I nderuam edhe ata që sot nuk janë mesin tonë dhe njëjtën kohë bashkëbisedim me sipër, ju premtuam që në hyrjen e kuvenit, pra ku është porta kryesore në hyrjen e kuvenit, do të gabrohen emrat e gjithë delegatëve të Kushtetutës së Kaçanikut, me çrast njihet që nisma e parë e shpalljes së Republikës Kosovës në aspektin juridik. Pavarësisht rrethanave, shumica prej tyre të përsekutuar, por sot priten mirë këtë lajm edhe unë jam i bindur që kemi i bën derë edhe Prishtinës edhe Republikës Kosovës me këta emra që ne do të nderojmë. Pra përsëris njëherë në hyrje të Parlamentit Kosovës do të gabrohen emrat e të gjithë delegatëve dhe delegatëve të cilët ishin prezent në Kushtetutën e Kaçanikut.